Si të përgatisim noodle me vegetables, me perime. Atëherë si shikoni, kam marrë perimet dhe I kam larë mirë me ujë të bollshëm. Më vonë kam prerë qepën, jo shumë të imët, por në mënyrë të katrore, siç e shikoni edhe në këtë video. Kam vënë në tenxhere vaj ulliri, kam hedhë pak gjalp dhe kam skuqur qepën avash avash, vetëm sa të filloj dhe të zbutet dhe jo të marrë atë ngjyrën e kaftë. Pastaj e kam hedhur perimet, I kam hedhë në tenxhere dhe I trezoj bashkë me qepën dhe kam hedhur edhe soja sos. Këtu kam lëvuar ujin dhe kam hedhë noodlesit që të lëvohen edhe të marrin mënyrën më të mirë të mundshme. Mund t'i lini sa të doni ju që të zien, nëse I doni shumë që të bëhen shumë të zjera, mund t'i lini. Nëse I doni një çik si punë al dente, prapë dhe mund t'i lini më pak, ajo varet nga juve. Dhe këtu kam bërë, si shikoni, perimet. Dhe më vonë I kam hequr nga zjarri noodlesat dhe I kam hedhur, I kam bashkuar me perimet që I kam skuqur më përpara. Dhe siç e shikoni, unë I kam lëvuar një çik pak më shumë, se ashtu na pëlqente. Dhe I kam marrë pak nga pak edhe I kam hedhë në tenxheren e perimeve që kam bërë. Dhe ka fundi I marrim I trezojmë mirë noodlesin me perimet që t'i marrën të bëjnë të bashkohen bashkë me njëra tjetrën dhe të kenë një mënyrë të njëtrajtshme që të dyja, të perimet edhe noodlesit. Dhe më vonë që I kemi trazuar mirë, I hedhim një çik soja sos, që të jetë shija një çik më e mirë. I trasojmë prapë. Dhe më në fund I hedhim në pjatë në mënyrë aq sa të doni ju, sa të dëshironi ju në një pjatë. Kjo pjata kishte dalë shumë e shijshme. Po patë mundësi, provojeni dhe ju. Dhe më në fund kam hedhë crispy onion, domethënë qepë thatë, dhe ishin shumë të shijshme. Provoj